Çfarë ndjesi është të përfaqësosh Kosovën edhe si të kanë pritë çunat e ekipit, se pak mi përmendesh parë domethënë me Zhegrove, me Muriqe, me Rashic, si ndjehesh normal. Atëherë për çdo futbollist, unë them se është ëndër që ta përfaqësoj ekipin kombëtar dhe për mua ka qenë ëndër e bë realitet, dhe pastaj kur ika ato thësha si do e bëj me këta luajnë ekipet më dhoja, jam edhe akoma jo i vogël për ta, po si që njeri, po janë super profesionistë edhe super çuna sepse më kanë pritë shumë mirë, më kanë integruar me ekipin edhe kam kaluar mjaft mirë. Na tregon një episod për shembull, te grumbullimi i parë, çfarë ndodhi kur spriti i pari, si është me kombëtarët, duhet edhe të kënosh të bësh ndonjë gjë, çfarë ndodh zakonisht kur vjen i ri. Grumbullimin e parë unë për çfarë do takohesha me Milutën, Rashicën sepse kam 10 familjes. Për fat keq mungojnë atë grumbullim sepse ishte i lëndum fundjavë me ekipin. Pastaj thasha si doja bëj se kam këtë, po ishin edhe çunat e Superligës që kam luajtur. Kështu që me ta më shumë edhe mirë është.